Presidenti ndau 20 bursa për studime në Selanik. Në listë nuk është asnjë student shqiptar. Vëmëroz, Nam dhe Vlen kërkojnë hetim parlamentar për tragjedit në Koçan, në spitalin e Tetovës, në Llaskars dhe Bullgari. Por rritet skepticizmi të rinjve se vendi do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Gjashtëmbëdhjetë vjeçari e përdhunon 12 vjeçaren, shoku i tij e inqizon. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi me lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Asnjë student shqiptar nuk është në mesin e 20 studentëve që fituan bursën studentore Boris Trajkovski nga ana e presidentes Gordana Siljanovska-Davkova. Në fjalimin e saj, presidentja foli për faktin se shumica e të rinjve që largohen nga vendi largohen për faktin se atyre nuk u jepet mundësi e drejtë për avancim. Sipas saj, çmimin më të madh për këtë gjë e paguan shteti dhe vetë qytetarët. Asnjë student shqiptar nuk u gjet në mesin e 20 studentëve që fituan bursën studentore Boris Trajkovski nga ana e presidentes Gordana Siljanovska-Davkova. E vetë në fjalimin e saj, presidentja foli për faktin se shumica e të rinjve që largohen nga vendi largohen për faktin se atyre nuk u jepet mundësia e drejtë për avancim. Sipas saj, çmimin më të madh për këtë gjë e paguan shteti dhe vetë qytetarët. E dim se njëra prej arsyeve kryesore për migrimin e të rinjve më të talentuar është pikërisht nevoja e tyre për të krijuar vlera, të avancojnë jo në bazë të lidhjeve dhe privilegjeve, por vetëm në bazë të njohurive të fituara dhe kualitetit që ata posedojnë. Të dashur student, jeni pjesë e një grupi të vogël të rinj që ne nuk guxojmë t'i humbim. Ndërkaq ministre e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, studentëve që fituan bursën shtetërore u bëri me dije që prej tyre pritet forcimi i kapaciteteve institucionale dhe vetë zhvillimi i shtetit. Ajo kërkojnë nga ata që të mos harrojnë se nga vinë në momentin kur të përfundojnë me sukses këto studime. Është një inkurajim për të vazhduar të ecni përpara me guxim, për të eksploruar, për të krijuar, për të mësuar dhe për të kaluar kufijtë të mundshmes. Tani, kur jeni bursist, dua të ju këshilloj diçka, ndonëse edhe nuk më pyesni. Kur t'i merrni diplomat, kur t'i hedhni kapelat lart, ktheheni në mendjen tuaj se prej nga vini dhe kush ju mbështeti në rrugën tuaj drejt suksesit. Përndryshe, bursa studentore për studentët e dalluar Boris Trajkovski është bursë financiare që kap shumën afërsisht 15.000 euro. Gjysmat e mjeteve sigurohen nga shteti, 50% tjetër i shumës sigurohet nga kolegji City nga Selaniku. Si iniciativë është nisur nga koha kur tashmë presidenti i ndjer Boris Trajkovski ishte në detyrë. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi e ka kthyer në plotësim iniciativën e LSDM-s dhe Levicës për formimin e një komisioni hetimor që do t'i hetojë rrethanat e tragjedisë në Koçan. Siç informoi Gashi në një brifing me gazetarët, në propozimin e dorëzuar ishte parapar që shumica në komision t'i takonte bllokut opozitar, gjë që është në kundërshtim me rregullorin e Kuvendit. Gashi u referua në ninin 124 të rregullore, sipas të cilit të gjitha trupet punuese përfshirë komisionet hetimore duhet të kenë përbërje proporcionale me shpërndarjen parlamentare të forcave politike. Kjo do të thotë se shumica në komisione ka pushtetin, ndërsa kryetari zgjidhet nga radhët e opozitës. Përderisa ky rregull nuk është respektuar, iniciativa është kthyer për rishqyrtim. Ndryshe, propozimi për komision hetimor u dorëzua javën e kaluar nga 20 deputetë LSDM-s dhe Levicës. Pushteti njoftoi se e pranon idenë për formimin e një organi të tillë, por paralajmëroi se do të kërkojë zgjerimin e kompetencave dhe me tragjedi të tjera. Zjarri në spitalin modular në Tetovë dhe aksidentet e autobusëve të Besatrans dhe Durmëturs.
Partitë në pushtet kanë ndërmarrë një nismë për të formuar një komision anketues parlamentar për të hetuar tragjedit në diskotekën Puls në Koçan, zjarrin në spitalin modular në Tetov, aksidentin e Durmotursit dhe në Llaskars, si dhe aksidentin e Besatransit. Grupi propozohet të përbëhet nga 15 antar, 7 antar nga VMRO-DPMNE, 2 nga LSDM, 2 nga grupi parlamentar Fronti Evropian, 2 nga Vlen dhe 1 antar i Znamit e 1 nga Levica. Grupat parlamentare të VMRO-DPMNE-s, koalicionit e Vlen dhe Znam, kanë dorëzuar një iniciativë për formimin e një komisioni anketues për të përcaktuar rrethanat në veprimin e institucioneve lidhur me tragjedit dhe aksidentet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, bëri të ditur deputeti VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanovski. Ai sqaroi se komisioni anketues do të ketë për qëllim përcaktimin e përgjegjësisë të funksionarëve, mbajtësve të funksioneve publike dhe personave të tjerë të lidhur, si dhe të përcaktojë rrethanat për veprimin e institucioneve në këtë tragjedi dhe aksidente, duke përmendur zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, zjarrin në spitalin modular në Tetov, aksidenti i trafikut i Durmoturs në Llaskars dhe aksidenti i trafikut i Besatrans në Bullgari. Komisioni anketues do të formohet në bazë të nenit 124, paragrafi 5 të rregullores së Kuvendit. Ai do të përbëhet nga 15 antar dhe zëvendësit e tyre, prej të cilëve 7 antar do të propozohen nga grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s, 2 nga grupi parlamentar i LSDM-s, 2 nga grupi parlamentar Fronti Evropian, 2 nga grupi parlamentar Vlen, 1 antar nga grupi parlamentar Znam dhe 1 antar nga grupi parlamentar Levica. Me të do të kryesojë një deputet nga radhat e partive opozitare. Stojanovski u bëri thirrje deputetëve edhe nga partitë e tjera politike të bashkon kësaj nisme. Ndërkaq, në lidhje me këtë, deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Rina Ajdari tha se së pari herë do të analizojnë këtë iniciativë dhe pastaj do të dalin me qendrim konkret. Ndonëse tha se janë pro çdo iniciative për të zbardhur të vërtetën e tragjedive. Në këtë rast do të diskutojmë, por ne kemi thënë në kontinuitet, do ta shohim një herë çfarë përmban ai material, po i VMRO-DPMNE-s, por e kemi thënë që pra qëndrimi ynë ka qenë që do të mbështesim çdo iniciativë për volumtimin e të gjitha deri në fund të gjitha fatkeqësive që kanë ndodhur deri tani. Nga parashtruesit e iniciativës sqarojnë se komisioni do të përgatisë gjetje që do të jenë bazë për nisjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë të gjithë të involuarve që kanë kontribuar në ndodhjen ose nuk kanë kontribuar në parandalimin e këtyre ngjarjeve tragjike. Një ankesë e ish-ministres Gordana Jankullovska ka nxitur sot kritikat e njohura të kryeministrit Mickoski për sektorin e gjyqësorit të vendit. Jankullovska ka njoftuar se gjykata e Strasburgut ka hapur lëndë për dënimin për rastin Tanku. Kreu i qeverisë ka deklaruar se duhet të turprohemi dhe të skuqemi para Strasburgut nga gjykatësit dhe prokurorët e komprometuar. Kryeministri Kristian Mickoski thotë se duhet të turprohemi dhe të skuqemi para Strasburgut nga gjykatësit dhe prokurorët e komprometuar. Këtë koment ai e dha pasi ish-ministri nga radhët e partisë së tij, pjesë e garniturës së vjetër të VMRO-DPMNE-s dhe e dënuar me burg në rastin Tanku, Gordana Jankullovska njoftoi se Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg po e shqyrton procesin gjyqësor kundër saj për blerjen e veturës së blinduar zyrtare. Mickoski theksoi se në sistemin e drejtësisë nevojiten reforma thelbësore e jo rritje pagave, të cilat, siç tha, janë ndjeshëm më të larta se paga mesatare në shtet. Vërejta se në kumtes qartë thuhet se kanë vërejtje ndaj procesit, mënyrës së gjykimit, shkeljes së të drejtave të njeriut dhe se hapin lëndë për të shqyrtuar atë proces. Do t'ju rikujtoj se për raste të tilla ne flasim prej kohësh. Këto janë ata gjyqtarë të cilëve u duket e vogël paga dhe kërkojnë 2 fish, 3 fish më shumë, të imponuar politikisht dhe të kapur nga qeveria e mëparshme. Ish-ministrja e brendshme e VMRO-s Gordana Jankullovska në profilin e saj në Facebook kishte shkruar se hapja e rastit nga gjykata e Strasburgut nuk është vetëm konfirmim i gjithë paligjshmërisë dhe pandërgjegjshmërisë së instalacioneve të qeverisë së mëparshme në gjyqësor në lidhje me atë, por siç tonë është konfirmim se ato instalacioni ishin mjet më i fuqishëm për arritjen e qëllimeve të asaj qeverie.
Edhe pse kanë kaluar gati 5 vjet që kur paraqita kërkesë në GJEDNJ dhe unë kam duruar një dënim të padrejtë drakonik dhe dëmi që kam pësuar në aspekt privat dhe profesional nuk mund të kompensohet. Njoftimi se këto shkelje janë njohur nga GJEDNJ është një satisfaksion i imi personal. Ndoshta më në fund ata me 2% besim do ta marrin mesazhin se nuk duhet të shërbejnë interesave dhe agjendave të askujt, sepse qytetarët i paguajnë për t'i mbrojtur, jo për t'u shkelur të drejtat e tyre. Gjykata e Strasburgut në të kaluarën ka gjykuar shumë raste nga qytetarët e RMV-s, duke vendosur në favor të qytetarit dhe shteti ka paguar dëmshpërblime për dënimet e shqiptuara nga gjykatat vendase. Përndryshe Jankulovska është njëra ndër ministret më me zë në qeverinë e Gruevskit, të cilën shqiptarët e mbajnë mend mirë, sidomos për deklaratat e saj për rastin Monstra. Për rastin për të cilin është ankuar në Strasburg, ajo që kur ka nisur ky rast e deri në vuajtjen e dënimit, për shkak se përkoi me periudhën që ajo u bë nën dhe kishte një foshnjë të vogël, nuk la mundësi ligjore pa shfrytzuar për ta lehtësuar rolin e saj si në procesin gjyqësor, si në shqiptimin e dënimit, ashtu edhe në vuajtjen e dënimit me burg. Publikimi ballafaqimi me euroskepticizmin e të rinjve në vendet nga Ballkani Perëndimor tregon se skepticizmi të rinjve në vend për Bashkimin Evropian është gjithnjë në rritje. Sipas këtij hulumtimi, 84.6% e të rinjve shohin korrupsionin si pengesën kryesore për integrim në BE. Skepticizmi të rinjve në vend për Bashkimin Evropian është gjithnjë në rritje. Përkatësisht të rinjt janë për Bashkimin Evropian, por gjithnjë më shumë e humbin shpresën se Maqedonia e Veriut do të bëhet së shpejti vend antar i Unionit, tregon publikimi ballafaqimi me euroskepticizmin e të rinjve në vendet nga Ballkani Perëndimor me fokus në Maqedoni. Bojan Kordalov, komunikolog dhe drejtor për politika dhe komunikim në Qendrën Evropiane për Ekselencë Meseli në Bruksel, e ka përshkruar këtë gjendje si serioze, duke rekomanduar që të punohet për të ndryshuar atë, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për status si antarësim, por bëhet fjalë para së gjithash për përfitime që i kanë të rinjt përmes programeve të ndryshme evropiane. Sipas këtij hulumtimi, 84.6% e të rinjve shohin korrupsionin si pengesën kryesore për integrimin në BE. Me njëherë pasaj vinë konfliktet bilaterale dhe mungesa e besimit në institucione, faktor që tregojnë se të rinjt e shohin situatën e brendshme politike si një sfidë kyçe për afrimin me BE-n dhe ata presin hapa të guximshëm nga institucionet për të luftuar korrupsionin si bazë për kushte më të mira jetese dhe për të qëndruar në vend. Në vetë publikimin flasim për shumë alternativa dhe mundësi. Megjithatë, fokusi kryesisht është vendosur në atë se ajo çfarë ata kërkojnë si të rinj, është luftën kundër korrupsionit që ndodh. Megjithatë, duan të shohin më shumë, sepse ajo është mënyra më e mirë se si ta kthejnë sërish besimin në institucionet e tyre, ndërsa me këtë edhe besimin në rrugën eurointegruese. Mëtej, masat e tjera dhe metodat që nënkuptojnë përfshirjen e tyre në agjendën e institucioneve, por edhe të institucioneve europiane. Ndërkaq deputetja e VMRO të PMN-s Dragana Bojkovska deklaroi se të rinjt e shohin mosmarrëveshjen bilaterale si një pengesë të madhe për progresin. Sipas saj, mesazhi i tyre është i qartë, ata duan shanse të drejta dhe të barabarta për antarësim, ashtu siç kishin të gjitha vendet e mëparshme kandidate. Politikat për të rinj nuk paraqesin një apo dy fusha, që më së shpeshti bazohen në arsim apo në sport. Gjithçka që ndodh rreth nesh do të thotë edhe politikë rinore, rrugë më të mira, kushte më të mira për jetesë në mjediset lokale, kushte më të mira për kulturën dhe shëndetësinë. Për mua është shumë i rëndësishëm arsimi që të kemi kuadro të rinj profesionist, të cilët do të jenë konkurrues në tregun e punës dhe mund të përmirësojnë dukshëm cilësinë e jetës së tyre. Sipas një ankete të bërë më herët nga Instituti për Qeverisje të mirë dhe perspektiva euroatlantike, Qendra Evropiane për Ekselencë dhe Fondacioni Gjerman për Liri Friedrich Naumann, rreth 46.5% e të rinjve të anketuar nuk besojnë fare se Maqedonia do të bëhet pjesë e BE-s, 35.8% pranojnë se integrimi i Maqedonisë në BE do të ndodhë, por në një të ardhme më të largët, ndërsa vetëm 6.7% mendojnë se kjo mund të ndodhë brenda 5 viteve të ardhshme. Policia ka arrestuar një 16 vjeçar nga Ohri pasi ai ka kryer dhunë seksuale ndaj një vajze 12 vjeçare, ndërsa një i mitur tjetër ka bërë video. Materialin e ka marrë një 14 vjeçar tjetër, i cili e ka shantazhuar vajzën.
Ministria e Punëve të Brendshme informoi se është privuar nga liria një 16 vjeçar nga Ohri për shkak të dyshimit se kishte kryer akt të dhunshëm seksual ndaj një vajze 12 vjeçare nga Ohri, ndërsa një i mitur tjetër e ka xhiruar aktin. Video ka rënë në dorë të një 14 vjeçari tjetër, i cili e ka shantazhuar vajzën që të ketë lidhje me të. Përndryshe do ta publikonte videon. Përdhunimi dhe incizimi ka ndodhur më 12 nëntor, ndërsa policia e ka arrestuar sot 16 vjeçarin. Më datë 24 nëntor 2025 në orën 10 në punës policor nga SPB Ohër privua nga liria një 16 vjeçar nga Ohri për shkak të dyshimit se më 12 nëntor 2025 kishte kryer akt të dhunshëm seksual ndaj një vajze 12 vjeçare nga Ohri, ndërsa një i mitur tjetër e ka xhiruar aktin. Një 14 vjeçar nga Ohri i ka rënë në dorë ky material video, i cili e shantazhonte vajzën që të ketë lidhje me të, përndryshe do ta publikonte videon. MPB informoi se SPB Ohër po merr masa për gjyqjen e 14 vjeçarit që shantazhonte vajzën. Të miturës i është kryer ekzaminim mjekësor, ndërsa nënpunësit policor dhe përfaqësuesit e qendrës për punë sociale të Ohrit në prani të prindit kanë kryer bisedë zyrtare. MPB sqaron se pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, në konsultim me prokurorin publik kundër kryerësve të kësaj vepre do të ngrihen kallëzime përkatëse. Është hartuar strategjia e re për arsimin, e cila do të zbatohet nga viti 2026 deri në vitin 2032. Vesna Janevska, ministra e Arsimit dhe Shkencës, ka shpjeguar se është arritur konsensus i gjerë për drejtimin të cilin do të veprojnë për zhvillimin e arsimit në të ardhmen. Grupi i punës i përbërë nga përfaqësues nga disa institute nga sektori civil hartoi strategji të re për arsimin, e cila do të zbatohet nga viti 2026 deri në vitin 2032. Para se të miratohet nga qeveria, do të vihet në shqyrtim publik përmes sistemit qeveritar ENER, me qëllim që të ofrohet mundësi për komente dhe sugjerime në drejtim të avancimit të përmbajtjes. Njoftojnë nga Ministria e Arsimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Arritëm konsensus të gjerë për drejtimin në të cilin do të veprojmë për zhvillimin e arsimit në të ardhmen dhe mendoj se nuk duhet të ketë kompromis. Dua të theksoj se kjo strategji nuk na orienton në drejtim krejtësisht të kundërt. Përkundrazi, ajo është plotësimi i asaj të deritanishmës, por fokusohet në sfidat që nuk u të i kaluan dhe në ndjekjen e trendeve të reja globale në arsim. Janevska informoi se do të ndiqet zbatimi i konceptit të ri për arsimin e mesëm, gjimnaz dhe për arsim profesional, si dhe model të ri për maturën shtetërore. Në vitin 2026 fillon zbatimi i formulave të reja për financimin e arsimit fillor dhe të mesëm. Do të miratohet legjislacioni i ri në arsimin e lartë dhe veçanërisht do t'i kushtohet vëmendje për zhvillimin e kapaciteteve kadrovike të mashit. Ajo theksoi se në 2 vitet e para strategjia do të fokusohet në objektivat që Maqedonia duhet të harrijë sipas planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, të miratuar nga Bashkimi Evropian. Propozim buxheti për vitin 2026 është më i dobti, më i papërgjeshmi dhe më politikisht i motivuar që ka parë vendi në vitet e fundit. Kështu ka deklaruar deputetja e BDI-s Rina Ajdari. Sipas saj nuk është buxhet zhvillimi, por siç tha është një buxhet klientelist, i ndërtuar për të ushqyer administratën partijake dhe për të mbajtur në jetë një pushtet që ka humbur çdo sens ekonomik dhe institucional. Deputetja e partisë opozitare vlerëson se qeveria ka paraqitur një dokument financiar për të ardhmen pa strategji, pa vizion dhe pa reforma që, siç shtoi ajo, vetëm e thellon krizën ekzistuese duke rritur borxhin publik dhe rrezikon stabilitetin makroekonomik të shtetit. Dhe i mungesës së dignitetit politik në qeverisje. Edhe Bashkimi Evropian ka konfirmuar tashmë dështimin e plotë të kësaj qeverie në shumë fusha, përfshirë këtu edhe financat dhe zhvillimin ekonomik. Në raportin e progresit për vitin 2025, Komisioni Evropian thekson qartë se qeveria nuk ka bërë përparim në reformat kryesore, ka vonuar konsolidimin fiskal dhe ka shtyrë zbatimin e plotë të ligjit organik për buxheti planifikuar fillimisht për vitin 2025.
Punonin jashtë vendit ndërsa merrnin pagë në komunën e Strugës. Kryetari i komunës së Strugës, Mendi Qyra, thotë se largimi i punëtorëve që nuk janë paraqitur në punë me muaj dhe vite do të vazhdojë. Ai shpreh se do të rregullojnë strukturën e komunës e cila ka qenë jo efikase. Prandaj shprehet se kanë marrë masa, duke shtuar se punëtorët të cilët punojnë duhet të shpërblehen, ndërsa ata që nuk vinë në punë të largohen. Gjithashtu shton se është për keqardhje që opozita e tanishme i mbron punëtorët që nuk kanë ardhur me vite në punë nga 5-6 vite dhe pagën e kanë marrë. Ky fenomen sipas Qyrës duhet të mbyllet një herë e përgjithmonë. Ne kemi marrë masa të gjithë të cilët nuk punojnë ose nuk vinë në punë, dhe të largojnë nga puna dhe të shohim që të rrisim efikasitetin e punëtorëve pa marrë parasysh kush janë ata ose nga vinë cilët krah politikit akoma. Po, do të vazhdojmë akoma me largimin e punëtorëve të cilët nuk vinë në punë me muaj dhe me vite të tëra. Me rreth 50.9% të votave sipas rezultateve paraprake të shpallur nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Bosnjë-Hercegovinës, Sinisha Karan nga Aleanca Socialdemokratëve të Pavarur dhe aleati i ngushtë i presidentit të shkarkuar Milorad Dodik fitoi zgjedhjet e parakohshme presidenciale në Republikën Serbska. Kandidati ynë kryeson dukshëm, u shpreh Dodik pas numërimit të votave duke shpallur fitoren e Karan. Sipas KQZ-s, kundërshtari i tij nga Partia Demokratike Serbe Branko Blanusha mori 47.81% të votave, por partia kryesore e opozitës në entitetin serb të Bosnjës pretendon mashtrim. Ne nuk e pranojmë dhe njohim fitoren e tyre, sepse rezultatet e zgjedhjeve tregojnë një situatë krejtësisht ndryshe. Të dhënat nga terreni bazuar në të gjitha qendrat e votimit të numëruara konfirmojnë se në Republikën Serbska ndodhi një tjetër mashtrim i madh zgjedhor, tha Jovica Radulović, president në detyri i Partisë Demokratike Serbe. Në zgjedhjet e së dielës morën pjesë rreth 35.7% e 1.2 milion qytetarëve me të drejtë vote. Trenat e bllokuar, avion të mbajtur në tokë dhe shkollat e mbyllura. Belgjika po përballet sot për një grevë kombëtare që do të zgjasë 3 ditë, në shenjë proteste ndaj reformave fiskale të qeverisë, të cilat sindikatat cilësojnë si shkatërrim të shtetit social. Kompania kombëtare e hekurudhave kishte reduktuar që prej ditës së djeshme itineraret, ndërsa sot pritet të funksionojë vetëm një tren në 2 ose në 3 orë, në varësi të linjës. Paralizë pritet edhe në shërbimet e tjera të transportit publik, si dhe ndikim në linjat e Eurostartit nga mes Brukselit dhe Parisit. Nesër greva pritet të përfshijë shkollat, qerdhet, shërbimet postare, pastrimin e mbeturinave dhe një pjesë e madhe të sektorit shëndetësor, ndërsa ndërprerjet në transportin publik do të vijojnë. Kulmi i mobilizimit do të jetë të mërkurën, kur në grevë do të bashkohet edhe sektori privat. Sipas autoriteteve të aeroporteve, nuk do të ketë asnjë linjë fluturuese nga 2 aeroportet më të mëdha të vendit. Ndërsa probleme do të ketë edhe në mbërritje për shkak të grevës së personelit toksor dhe të atis së sigurisë. Qeveria ka paralajmëruar masa të reja kursimi me synimin për të reduktuar shpenzimet me 10 miliardë euro deri në vitin 2030. Forcat e ushtrisë izraelite nisën një inkursion të ri sot në një nga fshatrat e Quneitra në Sirinë jugore, në shkeljen e fundit të sovranitetit të vendit, transmeton Anadolu. Inkursionet izraelite në Quneitra janë intensifikuar kohët e fundit me vendasi që ankohen për përparime në tokat e tyre bujqësore dhe për shkatërimin e qindra hektarëve pyje, arrestimet e banorëve dhe krijimin e pikave të kontrollit ushtarak. Ushtria izraelite ka kryer mbi 1000 sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore që nga dhjetori vitit 2024, sipas të dhënave qeveritare.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar Tampon, një veprim që shkeli marrëveshjen e çlirimit të vitit 1974 me Sirinë. Drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, Hans Kluge, njoftoi se 1 milion njerëz vdesin çdo vit nga tuberkulozi, sëmundja infektive më vdekjeprurse në botë. Kluge ndau një postim rreth tuberkulozit në platformën e mediave sociale të kompanisë X me Selina SBA. Tuberkulozi është sëmundja infektive më vdekjeprurse në botë, duke vrarë 1 milion njerëz çdo vit, ka thënë Kluge. Ai ka shtuar se rezistenca ndaj ilaçeve, bashkë infeksioni tuberkuloz, HIV, qasja e parbarabartë në kujdesin shëndetësor dhe financimi pamjaftueshëm po përkeqësojnë më tej krizën. Në raportin global të tuberkulozit 2025, OBSH-ja raportoi se më shumë se 1.2 milion njerëz kanë humbur jetën nga tuberkulozi në vitin 2024 dhe afërsisht 10.7 milion njerëz u prekën nga sëmundja. Shikues të nderuar, këtu kemi arritur në fund të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.